Personat që kanë punuar jashtë vendit nuk do të paguajnë taksa, nëse vërtetojnë se kompania përmes së cilës janë punësuar ka paguar taksa në vendin ku kanë punuar, thot kryeministri Kristian Mickoski në përgjigje të pyetjes së televizionit Koha në lidhje me njoftimet e Drejtorisë të Ardhurave Publike për pagesën e taksave për personat që kanë punuar jashtë vendit. Kryeministri Kristian Mickoski sqaroi se nuk bëhet fjalë për vendosje të një takse retroaktive. Sipas tij, baza ligjore për këtë detyrim është miratuar nga qeveria e mëparshme e përbërë nga LSDM dhe BDI. Ai theksoi se për shkak se afatet ligjore kishin përfunduar në fund të vitit të kaluar, Drejtoria e të Ardhurave Publike ishte obliguar t'i njoftonte qytetarët dhe individët për të shlyer detyrimet tatimore ndaj shtetit. Сакам неколку работи да појаснам. Не станува збор за ретроактивен данок. Duhet të sqaroj disa gjëra, nuk bëhet fjalë për taksë retroaktive. Ky është një ligj që u miratua nga qeveria e mëparshme e LSDM-s dhe BDI-s, ndërsa Drejtoria e të Ardhurave Publike, për shkak se afati ligjor para këtyre vendimeve skadoi në fund të vitit të kaluar, duhet të drejtojë individëve, si dhe të gjithë qytetarëve në vend, në mënyrë që ata të paguajnë taksën që duhet të paguajnë në shtet. Nëse Drejtoria e të Ardhurave Publike nuk do ta kishte bërë këtë, atëherë ndonjë qeveri pas nesh ose ndoshta edhe kjo qeveri do të kishte kërkuar përgjegjësi penale për drejtoreshën e DAP-it ose më saktë për dëmtimin e buxhetit. Drejtoria e të Ardhurave Publike vetëm u dorëzoi individëve një njoftim se duhet ta shlyen atë detyrim brenda një afati të caktuar. Mickoski madje thot se ka mbajtur takim në lidhje me kërkesat e fundit që u bën nga qytetarët nëpër protesta në Tetov dhe Kumanov, kryesisht të qytetarëve që kanë punuar në Irak dhe Afganistan. Имавме состанок кај мене во кабинетот, разговаравме со лица. Patëm takim në kabinetin tim, biseduam me njerëz që ishin në pjesë të ndryshme të botës dhe arritëm në përfundim se ata duhet të vërtetojnë se kompanitë që i punësuan paguanin taksë në vendin ose vendet ku ishin punësuar dhe në atë mënyrë DAP-i nuk do të paguajë atë taksë. Përndryshe, organizatorët e protestave kanë paralajmëruar se protestat do të vazhdojnë derisa të merren parasysh kërkesat e tyre.